Nuk jeni sot eksfisi që ju jeni një proces gjyqësor realisht. A lejni në proces gjyqësor? Jo se nuk jeni. Çfarë intereson eksfisit për proces gjyqësor? Po ish dashmi interesu se është operuar brenda një objekti që është proces gjyqësor. Unë s'di ku i pengon aty që i kemi dhënë hieshi aty tani, vetëm është renovu. Ndërtimi ka qenë prej fillimit. Nuk është bërë ndaj farë. Edhe plus 5 hekura gjigant ku i janë 5 hekura montazh. Që hishin me një të forkore, kur dush se qiten kur dush. Kush i ka hek shirita atje eksfisit? Kush a heki jashtëligjshëm? Nuk e di unë po s'di unë as ai ndeshëm as jashtëligjshëm. 2 javë më parë, Nacionale ka publikuar një ulëmtim ku tregon se një pikë e karburantit të naftës e kompanisë Eksfis në qytetin e Pejës është duke operuar brenda një zone të trashëgimisë kulturore, për çka dhe prokuria themelore në Pejë ka ngritur akt akuzë. Pavarësisht që inspektorati në komunën e Pejës ja kishte vënë shiritat e këtij objekti për t'ia ndaluar punën, i akuzuari Gani Vesela, i pronari Eco Green, kishte lidhur marrëveshje partneriteti me kompaninë Eksfis, ku edhe sot po vazhdon lirshëm punën. Pra, Gani Vesela ngarkohet me veprat penale, ndërtim pa leje dhe heqja apo dëmtimi vulave zyrtare apo shenjave. E për këtë Gazeta Nacionale ka marrur versionin e zotit Vesela i lidhur me rastin. Keni bo marrëveshje jo me kompaninë Eksfis? Po nuk e di saktësisht mund do para një viti. Qysh para një viti, në mars ka fillu puna? Mars ka fillu puna, nuk e di kur ka fillu puna, s'unë që marrë. Momentin që e kom bënë në marrëveshjen e partneritetit, ne jemi dakordu që licencat me qenë në emën të ati, sepse unë i kom pasë edhe përpara, është dashur me revoku licencat ekzistuese, sepse objekti operon aty tashe me licencim, kështu, ma specifik që e kanë bërë, ka tash 10 ose 15 vite. Mirë po si pikë karburanti ka punu, më duket se edhe para lufte, unë jam prej mas lufte. Kë rastin cilin kemi raportu, do më thonë, lidhur me këto ka akt akuzë në prokuri. Ku juve ju është ndesh një vepër penale heqja e shiritave, të saj pompës, a mundem ta përfundoj pompës derivateve aty ku është? Përveç kësajna, në akt akuzë thuhet qartë që është ndërtim pa leje, ku të seke që para se Eksfisi me vepru aty, është ndërtu, është ngritur, ajo pjesë, ajo te pompa, ku inspektorati i komunës së Pejës ka dalja ka vu shiritat, si pas akt akuzës, ju zoti Vesela i një dali keni largu shiritat, që është vepër penale, edhe keni vazhdu dhe po vazhdohet puna, edhe për këtë rast, do më ka akt akuzë në prokuri. Unë as kam qenë, do më thot me përgjësit plot, sepse unë kur e kam leju për me punu me partneritet, unë prej datës dikun 12, unë absolutisht nuk kam qenë, përveç afer që kam kalu aty, se nuk kam qenë të ajo pikë. Me u akuzu i ke hek si ke hek, është filozofi shumë ma e gjatë. Unë edhe ashtu kam pas kontest gjyqësor ekonomik dhe kam fitu me vendim gjyqit, sepse komuna ka pasar edhe në 2017 për mi rënu të gjitha ato, dhe unë ishte organe, ani pse spajtohem hitë se kemi mjatë mangësia dhe të prokuroria dhe të gjyqësia dhe të ashtu, po unë jam pak ma kam golës edhe ma ambicios edhe unë e kam fitu procedurën gjyqësore, ku e pompa nuk është nalë asë një hedhe. E kur ka fillu që kjo ndërtimi i kësajna? Jo, ndërtimi ka fillu mati, është ndërtu mati. Renovimi, kur kemë bë partneritet, edhe me regullu me zbukuru aty, unë s'di ku i pengon aty që i kemi dhonë hieshi aty feni, ku i pengon aty. Shefe, edhe unë ja kam zili partnerit tim. Po, kur është në regull, edhe i ka kërë procedura, si që është ligjore, unë nuk kam qa me thonë. Ju po e qua një renovim ato, jo ndërtim? Po, absolutisht renovim, po. Absolutisht, se kam vendim mirë. Kush e ka ndërtu, ju apo? Unë e kam ndërtu. Kush e ka marrë përsi për renovimin? Përsi për partneri, i ka bo pagesat, sepse ne me kontrat, jemi marrë vesh ashtu. Janë hek kupsat, janë qitë trejat, vetëm është renovu, ndërtimi ka qenë prej fillimit. Po, është ngrit ma lartë ajo kumve? Mirë, unë nuk e di, do përforcime janë bo, për ngritje ma lartë, unë s'ka marrë dimensione, se s'jam inxhinier. Mirë po unë dimensionet për cilat e ka marrë lejen lejen e ushtrimit veprimtarisë, do të kanë qenë në ato kontura. Nuk ka ndonjë lëvizje. A keni kërku prej qendrës trashëgimisë kulturore me marrë pëlqim ose? Unë nuk kam, vetëm edhe një diçka. Ajo është ndërtu me po tëmë që 20 e sa vjetë. Ju keni pas marrëveshje me Infrakosin, apo? Jo, kam kontrat, mbi që ranë me Infrakosin. Po, për sa vjetë që a edhin? A që shë keni kontrat? E kam 1 deri në 3 me mundësit vazhdimit.
Po unë jam aty me infrakosin jam 20 vjetë. Gjitha këto sulme. Unë gjithi kam partner. Edhe kompani tjera. Në baza ligjore, na po tirëm në ato çka kemi siguru në dokumente. Po mirë, unë jam një diçka tjetër, unë jam një njerë që nështë X fletparaqitje penale, pa dije, kom pas gjitha i kom fitu. Kush i ka hek shirita atje eksvisit? Kush ja heki jashtëligjshëm? Nuk e di unë pos di unë as jashtëligjshëm as jashtëligjshëm. Apo thoni gjykata, që unë për juve kom dëgju si kam. Gjykata e vendos aty është ligjshëm as është. Po inspektorati komunës 5 ja ka vu shiritat. Kush i largoi shiritat? Inspektorati komunës 5 e ka ndalë përkohësisht për shkak disa dyshimeve. Cilave dyshime? Kur ju ka hek dyshime, unë nuk e ndoshta edhe shto që po thonë nuk jam mirë informum. Ndoshta edhe këto që po thonë jo ke rrit pak më shumë, jo pak më pak. Shifeni, pikat e karburantit janë standarde. E sidomos kjo është një mini pikë. Nuk është bërë aty në farë. Edhe plus 5 hekura gjigant, kuj për janë 5 hekura montazh, që hishen me një të furkore, kur dush, e qiten kur dush. Kuj për janë zonë. Po për të gjitha kompanive, apo? Po për të gjithave kom kërku. Eksvisi ka pranu me oqe? Po tash ju ka dok që, mu ka dok, e ka pranu ma, ashtu e kemë gjithë një gjutë të bashkë në partneritet, që me ju ikë ma shumë humbje, tash ato e në detaje, janë gjitha këto dokumenta. Na edhe një javë nuk mujmë, unë e vetë si i kom këto. A është në djeni eksvisi që ju jeni një proces gjyqësor, realisht? A lejni proces gjyqësor? Jo se nuk jemi. Qa intereson në eksvisi për proces gjyqësor? Po ishdo është mi interesu se është operu mbrana një objekti që është proces gjyqësor. Po a këta kus për këtë qështje? Po shefe, unë asë kom qenë i njoftum. Jo kërë 100 herë më kanë qua këta akuza. Biznes që aty, edhe akta akuza është pikrish për qatë biznes, është për qatë objekt, edhe ju nuk po jeni në djenja, nuk po jeni në djeni, nuk po është në djeni, ajo është të operu brenda një objekti që është në një proces gjyqësor dhe po toni që... Unë personalisht, jo se s'komunikoj, unë s'kam ma nevoj me ta. Unë jam njoftu ditën kur ju e keni shpall nacionale që e kom një akta akuzë. Edhe më shku të prokuroria, e kom kërku pone me, kom kërkesën, unë i më shku. E kom ba kërkesën për më dhënë shkresat e Londës, për më njoftu me akta akuzën. Absolut, kjo është një fakt njëme, se dinë që ndinë. A ti ka paraqit kompania në fjallë krejt dokumentacione që është e pajisin edhe me licencë për qarkullin të natë? Unë jemi, a i dënohet nëse si ka dokumentacionin, po e di si e ka. Nuk jam unë e prokuror, as nuk ne kemi dame punë me cilat jemi marrëvesh. Nuk jam unë as gjykat, as prokuror, unë me i thonë, për shka më mi prezentuaj mu? Atë kanë tregu që janë largu, aja kanë tregu kompania që janë largu shiritat jashtëligjshëm për dikujt, pra me qenë se po të një Jo, unë nuk e di që janë largu. Eventualisht, absolutisht, ka mujtë mi hek, ati sa ka zxata jo. A ju kanë thirë me jep deklarat në organet e rendit? Po. Kur? Se dita është kam haru se ka kalu një kohë. Edhe asë kanë thonë deklarat, asë kanë thonë për çka, qilësinë e dëshmitar qa o bënë të ty. Jo mundu që to, mja u shpjeguj, kam thonë me ep një deklaratës, asi kjo është bo kjo policia, kjo bo shtet policior. Përveç kësaj, Nacionale ka më shumë se 2 javë që ka dërguar pyetje tek kompania Eksfis për të marrë një përgjigje lidhur për këtë rast, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Nga qendra trashëgimisë kulturore në Pejë në një përgjigje të dhënë për gazetën Nacionale, kanë thënë se fillimi i këtyre punimeve është bërë pa miratimin paraprak nga institucionet kompetente.